Kërkojnë dënimin me vdekje për Luigi Mangionen. Prokurorët amerikan do të kërkojnë dënimin me vdekje për Luigi Mangionen, të riun e akuzuar për vrasjen e CEO-s United Healthcare Brian Thompson në dhjetor. Prokuroria e përgjithshme Pambondi tha në një deklaratë të martën se ajo kishte urdhëruar prokurorët federal të kërkonin dënimin për vrasjen e paramenduar gjakftot. Thompson u qellua për vdekje jashtë një hoteli në New York në 4 dhjetor. Policia arrestoi Mangionen ditë më vonë në Pensilvani pas një gjuetie mbarkombëtare. Ai është deklaruar i pafajshëm për akuzat shtetërore dhe ende nuk është deklaruar për akuzat veçanta federale. Ai aktualisht është në pritje të gjykimit në një burg të New Yorkut. Në deklaratën për shtyp, Bondi tha se vrasja e Thompson ishte një akt të dhune politike dhe se mund të ketë paraqitur rrezik të madh për vdekje për persona të tjera aty pranë. Hetuesit thonë se Mangione ishte i motivuar të vriste Thompson për shkak të zemërimit me kompanitë amerikane të sigurimit kujdesit shëndetësor. Mangione po përballet me 11 akuza penale shtetërore në New York, duke përfshirë vrasjen në shkallës së parë dhe vrasjen si krim terrorizmi. Nëse shpallet fajtor për gjitha akuzat, ai do të përballet me një dënim të detyrueshëm me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht ose dënimin me vdekje. Prokurorët kanë thënë se çështjet federale dhe shtetërore do të ecin përpara paralelisht me njëra tjetrën.